Studio, Bushkolaj, çfarë ndodhi në konferencën e fundit të kryeministrit? Se çfarë ndodhi u pa Flavio, po problemi është sepse arritën deri në atë pikë. Shpesh kur flasim për burg, shumica përmendin një energjinë elektrike, përmendin një faturat e ujit, mund vjen ndërmend një ngjarje që është shumë e rëndë për hir të vërtetës. Ka qenë një aksident tragjik që lidhet me Çatin, ka qenë një aksident tragjik në Golem, një nën me 2 fëmijë përfshihet në një aksident të rëndë në Golem ku për fat keq humbin jetën 2 fëmijët. Duhet kemi parasysh që aksidenti ku ndodhi ka ndodhur pranë një karburanti dhe aty kishte një afertë mirëfill korrupsioni në mënyrën se si ishte sharruar Karrexhata. Ato po shkonin për të takuar kryefamiljarin në burg që ishte aty për një ndërtim në banesë private. Llogaritse sa mund të jetë dëmi në një banesë private krahasuar me dëmin e 7-8 kateve pa leje përballë zyrës kryetarit të Bashkisë Tiranës apo ato kullat krah kryeministrisë. Edhe kjo ngjarje vjen ndërmend gjithmonë sa herë kujtoj Edi Ramën që thot burg. Ishte një pyetje krejt korrekte për të vënë në duke 2 standardet, sepse ti zotëri nuk u shqetësove nga 2013 deri në 2026 për mira e qytetarë që kanë pasur probleme. Unë një raste konkrete që janë detyruar të marrin mikrokredi pensionist për shkak të faturave të pashlyera të energjisë elektrike apo të ujit. Se duhet kemi parasysh që nëse ti nuk shlyen ato fatura, nuk merr dot më asnjë shërbim, nuk merr dot shërbim bank, nuk merr dot shërbim nëpër institucione. Dhe ndodhi se çfarë ndodhi, por gropa korruptive që u bë më pas në këto sektor ishte pa krahasueshme me ato, po themi, me ato vonesat apo me ato kamatat apo me ato moslyeret e një kategorie shoqërisë. Duhet ta saksojmë këtë pjesën, nuk ka qenë pjesa dërmuese e shoqërisë shqiptare, por ka qenë një kategori shumë e vogël e përqendruar kryesisht në zona periferike, se ne kemi një traditë që këtu dhe 97-ën një pjesë mirë qyteteve janë paguar rregullisht faturat e energjisë dhe të ujit. Por unë besoj që kjo është paktën vetëm ajo se çfarë shihet pamje të parë. Përtej kësaj, unë gjykoj që irritimi i Edi Ramës nuk lidhej me pyetjen, sa është një pyetje që kam përshtypjen që Edi Rama e prisë se në funditës e di që aty ndër tjera ka dhe një media që tenton dhe po përpiqet bëjt opozitë me ato kushte që bëhet opozita në Shqipëri. Unë besoj që ajo pyetje lidhet më shumë atë se çfarë Syri Televizion bën në vazhdimsi dhe çfarë Syri Televizion transmeton. Pra, Syri Televizion është nga ato media që nuk transmeton lajme ndërkombëtare që flasin për turizmin. Një nga lajmet e fundit ishte investigimi italian Lejene, ku vetë drejtuesi i emisionit i drejtohet kryeministrit Edi Rama që shiko se vëllazërisht po zhvat miliona euro dhe ne duhet ta kemi parasysh kushdo që ka pak haber nga çështjet e sigurisë që këtu call centrat zhvatës bashkë me sektorin e ndërtimit janë 2 sektorë të informal që de facto janë shtylla e ekonomisë shqiptare. Dhe për ironi të fatit, fijet në të dyja këto sektor na çojnë tek i njëjti mbiemër, por përtej kësaj, është një nga ato media që nga mëngjesi deri në darkë është e vendosur në dispozicion qytetarëve, që nis me ato telefonatat në emisionin e mëngjesit, që shprehin ato shqetësimet e tyre, më pas një pjesë e mirë atyre shqetësimeve ndiqen me kamera nga gazetarët tanë redaksisë, kuptohet edhe narrativa e emisioneve ka vetëm një fokus, pra zbulimin e skandaleve. Dhe këto janë arsyet reale që e shqetësojnë Edi Ramën dhe e bëjnë të humbë asë kontroll, pasi është një dritare ku realisht flitet se çfarë po ndodh. Pra, këto lajmet për shifrat e Instatit mund t'i shohësh te monitori që tregojnë se si Shqipëria po shuhet. Dhe deri në 2030 apo deri në 2020 deri në 2040 ne rrezikojmë ekzistencën. Realisht jemi në kufit e ekzistencës sa i përket linjshmërisë, arsyet dihen, është eksodi dramatik, pra të vetmi që kthehen në Shqipëri, Flavio, si pas statistikave janë vetëm ato njerëz që kanë probleme me ligjin jashtë, nga familjet e reja që ikin dhe nga trit që ikin, të vetmi që kthehen qoftë për të investuar apo ndoshta edhe për të jetuar në Shqipëri, janë njerëz që problemet me ligjin ua pamundsojnë që të bëjnë një jetë normale jashtë vendit. Edhe kjo është fatkeqësi. Se nëse kemi parë që deri në 2017 ikte një pjesë e kraut punës, tani ajo qasje ka ndryshuar. Tani ikën truri, pra na ikën mjekët, heshtëm, ikën arsimtarët, tani po ikin ekspertët IT, po ikin edhe sipërmarrësit për fat keq, shumë prej sipërmarrjeve vëllmaja tashmë i kanë zhvendosur tek këtyre dhe nuk po flasim thjesht për fasoneri, por po flasim për njerëz që në kurriz të popullit janë bërë miliarder. Dhe sot kanë shkuar, kanë investuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vende ndryshme të Bashkimit Evropian. Situata pra përgjithësisht vërtetës është nuk është situata që ne raportojmë dhe ne jemi të bindur, por është një realitet që ne e jetojmë edhe e prekim çdo ditë. Dhe ky është irritimi i Edi Ramës. Pra, fakti që dikush guxon dhe ato salli thotë që është kjo Shqipëria tjetër. Nuk është kjo Shqipëria për cilën ti flet, është Shqipëri në 3D. Për çfarë mund të flasim? Mund të flasim për sigurinë në shkolla. Për ditë po na vriten nxënës me thika. Për çfarë mund të flasim? Mund të flasim për pastrimin e parave në ndërtim. Ta thot vetë raporti SPAK-ut thotë.
nga një strukturë sporadike që ka qenë pastrimi i parave, thot, ka kaluar në një arkitekturë ekonomike të shoqërisë. Pra nuk bëhet më pastrimi i parave në për lokale apo në për lavazhe, jo. Bëhet direkt në firmën e kryeministit Edi Rama, me leje ndërtimi në kulla dhe në resorte. Strukturë ekonomike, dhe kur ta thot vetë Spaku që në fund ditës ne dim se si është përbërja e Spakut dhe dim se deri ku shkon ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtar dhe deri ku shkon ndërhyrja e qeverisë. Janë partnerët është antimafia, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga data po themi 10 shtator deri në 16 janar ne kemi 19 deklarata vetëm faqen në rrjetet sociale të Ambasadës Amerikës, që ka 2 fjalë kyçe. Kartelet e drogës, lufta kundër krimit transnacional, si i thon ato në gjuhën e tyre, dhe pastrimi i parave. Pra nuk e thot syri. Syri thjesht i referohet asaj të dhëna. Raporton. Syri e raporton ato të dhënë, merr, analizon, e verifikon edhe e raporton ato të dhënë. Dhe në bazë asaj dhënë ne ndërtojmë narrativën si media, që është një narrativë opozitare. Të thash, pasaj për kuptuar peshën atij njeriu mjaftoi ajo ndërhyrja që bënte për të krijuar dhe divergjenca mes gazetarëve që është e turpshëm realisht për një burrë të moshë që në fund ditës është shprind, nesër mund të jetë edhe gjysh të bësh atë ndasi të thjesht tregon se në çfarë nivelesh ka shkuar qeverisja.